Iqbal Berisha Huduti ka reaguar publikisht pas vendimit të autoriteteve shqiptare për ta shpallur non grata, duke deklaruar se nuk ka asgjë për të humbur dhe se nuk i friksohet atyre që i quan zullumçar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Huduti tha se ka humbur prej kohësh frikën ndaj padrejtësive dhe se jeta e saj është udhëhequr nga bindjet për liri, drejtësi dhe dinjitet njerëzor. Reagimi i saj vjen pasi Ministria e Brendshme e Shqipërisë vendosi t'i ndaloj hyrje në territorin shqiptar për 15 vjet, me arsyetimin se aktiviteti i saj mund të cënojë interesat e sigurisë kombëtare, rendin publik dhe stabilitetin e vendit. Ndryshe, Iqbal Huduti në vitin 2020 ishte arrestuar nga autoritetet në Kosovë pasi kishte dalë me një deklaratë publike kundër vrasjes së generalit iranian Qasem Soleimani. Ajo ishte akuzuar për veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Ndërkaq në dhjetor të vitit 2021, gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special kishte shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarës, Iqbal Huduti, për shkak të veprës penale, shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Iqbal Huduti me vendimin unanim të trupit gjykues në këtë çështje penale ishte liruar nga akuza për shkak se nga gjykata nuk ishin gjetur prova se e njëjta ka kryer veprën penale, shtytja për kryerjen e veprave terroriste nga neni 134 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, për të cilën vepër ishte akuzuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Ja postimi i ploti i zonjës Huduti. Në një përgjigje jo për ministrin Lamallari, por për një vëlla të shqetësuar që më dërgoi këtë lajm në WhatsApp. Paqe për ty o vëlla, po e di vëlla i nderuar, e lexova këtë shkrim. S'kam çfarë të humb sepse moti i kam humbur ato gjëra që zullumçarët mendojnë se un kam vuajtur për to. Krejt çka kam humbur është frika ndaj zullumçarëve, asgjë tjetër sepse edhe shpirtin, edhe jetën, edhe zemrën time moti i ja kam falur dikujt që mi ka falur. E kam humbur nga kjo botë e bukur çdo të mirë, që nga dita kur e ngrita zërin kundër padrejtësisë në emër të lirisë humane dhe njerëzillëkut. U shkurorzova nga kjo botë që nga dita kur e lexova poemën Çerbelaja të Naim Frashërit. Jeta ime nuk do të kishte vlerë në këtë vend të shqiptarisë, nëse unë nuk e kryej misionin tim, që ngjason me misionin e shehidëve të Çerbelas. Mjaft më me poshtrime që më janë bërë nga zullumçarët e vendit tim, qoftë nga pushtetarët apo fetarët. Më e mirë për mua është një vdekje me vlera dinjitoze, se sa një jetë me poshtrime. Të kam në dua vëlla, edhe ju më keni në dua në këtë ditë të Ashuras. Kam nevoj për lutjet e secilit që dëgjon për padrejtësitë që më bëhen në këtë jetë, ka shkruar Huduti.